Pas një muaji, sot mbyllet fushata elektorale për zgjedhjet e 11 majit. Tirana do të jetë skena e fundit e fjalimeve, pankartave dhe energjisë elektorale. Partia Demokratike dhe e Socialiste do të mbajnë miting përmbyllës në Tiranë në të njëjtën orë. Partia Demokratike do të zhvillojë takimin përmbyllës në bulevardin e Ri në orën 7, ndërsa ajo Socialiste mbyll fushatën pranë Parkut Olimpik. Të shtunën heshtje zgjedhore dhe të dielën shqiptarët do të drejtohen kutive. Dje ishte afati i fundit për të gjithë emigrantët shqiptar të regjistruar për të votuar që të merrnin pakun me zarfin e votimit. 18.000 zgjedhës jashtë vendit, ndonëse u regjistruan, nuk e kanë marrë zarfin me fletën e votimit dhe kështu vota e tyre digjet. Vetëm 3 ditë kanë mbetur që vota të kthehen në Shqipëri, pasi çdo votë që futet në territorin shqiptar pas orës 7 të 11 majit do të quhet e pavlefshme. Ndërkohë zyrat e shpërndarjes së kartave të identitetit do të jenë të hapura edhe ditën e shtunë, datë 10 maj 2025. Kjo si pasojë e afateve të skaduara dhe nevojës për të pajisur me dokument të vlefshëm për të votuar ditën e diel më 11 maj.